Kjo është Shqipëria e re që Një ditë historike i quajti kryeministri Edi Rama dorëzimin e 40 automjeteve taktike ushtarake të prodhuara në Shqipëri nga kompanitë Timag Defense dhe Kajo për forcat tona të armatosura. Kryeministri tha se modernizimi i ushtrisë dhe prodhimet ushtarake Made in Albania do të furnizojnë edhe ushtrinë amerikane. Mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime Made in Albania. 30 vende, vendet e NATO-s, Kombet e Bashkuara, banka botërore që i drejtohen sot Shqipërisë këtu në Tiranë, në një vend që deri dje ishte një gërmadh, gërmada e autotraktorëve të famshëm për të marrë mjete të prodhuara po këtu. Prodhimet ushtarake përfshin edhe dron, të cilët do të monitorojnë hapësirën tonë ajrore gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s që do të mbahet në Tiranë. Mbrojtja e qiellit në samitin e NATO-s, ku do të jetë edhe presidenti i Shtetit Bashkuara që e dini vetë ju se si mbrohet nga qielli, nga toka, nga Marsi, nga hëna. Mbrojtja e qiellit do të bëhet me dron super inteligjent të prodhuar këtu në Shqipëri, Made in Albania. Jemi gati, kemi bërë dhe porosin edhe për mbrojtjen më të sofistikuar kundër ajrore, të cilën do ta ketë shumë shpejt edhe Shqipëria. Ambicia e qeverisë shqiptare është krijimi i kapaciteteve prodhuese ushtarake që ta kthejnë Shqipërinë në një pikë referimi për furnizimin e aleatëve dhe vendeve demokratike me teknologji ushtarake moderne. Aktualisht, krahas mjeteve taktike të ushtrisë, mjeteve të blinduara, Shqipëria po prodhon vete dhe zjarr fikse dhe autoambulancat, duke përmirësuar jo vetëm nevojat e saj, por edhe përshitje.